Një sasi tritoli shpërtheu në derën e kësaj shtëpie, e cila funksionon edhe si biznes. Ngjarja ndodhi mesnatën e shkuar. Ishte ora 00:35 kur në derën e kësaj godine, e cila ndodhet në zonën e Bregut të Lumit, shpërtheu lënda eksplozive. Fatmirësisht në ato moment nuk pati lëvizje qytetarësh apo të vetë antarëve të familjes së Tonin Qafës, e cila njërën pjesë të godinës e përdorte për shtëpi dhe pjesën tjetër për biznes. Si pasojë e shpërthimit, u regjistruan vetëm dëme materiale, ku siç shihet në pamje, u dëmtua dera e oborrit të banesës, xhamat e banesës, si dhe një automjet i parkuar aty pranë. Pronari i shtëpisë, i cili ka vetëm pak që është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftoi policinë, e cila shkoi në vendin e ngjarjes. Burime pranë saj bëjnë të ditur se ka disa pista hetimi me të cilat po punohet për zbardhjen e ngjarjes, por më kryesoret janë dy. Njëra ka të bëjë me një ngjarje të ndodhur në vitin 2009, kur Tonin Qafës i kanë vrarë vëllain, ndërsa tjetra lidhet me nipat e tij, të cilët bëhet me dije se jetojnë dhe punojnë në Spanjë, atje ku ka dyshime se janë përfshirë në aktivitete të paligjshme. Deri tani autoritetet policore nuk kanë mundur që të identifikojnë autorin apo autorët, pasi zona nuk ka shumë kamera sigurie, të cilat mund të ndihmonin në vëzhgimin e gjithçkaje çfarë ato mund të kenë filmuar para dhe pas ngjarjes.